Presidenti i Republikës Bajram Begaj përcolli një mesazh drejtuar forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë me rastin e 113 vjetorit të themelimit. Presidenti Begaj, njëherësh dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, vlerësoi angazhimin, përkushtimin dhe profesionalizmin e efektive të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe suksesin e arritur në shërbim të Shqipërisë dhe në të gjitha misionet e operacionet ndërkombëtare ku ata shërbejnë. Kreu i shtetit shpreu gjithashtu vlerësimin për të gjitha vajzat, djemt, gratë dhe burrat e për misionin fisnik të shërbimit ndaj atë dheut. Sot, në ditën e themelimit të forcave të armatosura, nderoj me respekt kontributin, sakrificat dhe shërbimin e vyer të gjithë efektive të Farsh që me atë dashuri, besnikëri dhe disiplinë i kanë shërbyer atë dheut në këto 113 vite. Forcat armatosura me angazhimin, përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre kanë arritur me sukses të jenë në lartësinë e detyrës për sigurinë e pavarësinë dhe mbrojtjes së vendit. Pjesëmarrja në misione dhe operacione të NATO-s, BE dhe OKB na bën krenar dhe kontribues me vlera në sigurinë kolektive. Mirënjohje për çdo efektiv, vajza dhe djem, gra dhe burra të forcave të armatosura për shërbimin që i bëjnë atë dheut, gëzuar 113 vjetorin Farsh.